qarku të Fierit sërish drejtuese politike. Për mua Belinda Balluku ka vdekur politikisht. Pra, çfarë donte Edi Rama deri këtë moment? Donte që Belinda Balluku mos të shihej si aspirante e Partisë Socialiste për të marrë drejtimin e kësaj force politike, mos qenë një aspirante karrikës Edi Ramës. Këtë gjë arritjej. E spostoi, e vrau dhe këtë, e vuri kryq, e hoqi nga loja. Pra, Belinda Balluku në gjithë lojën e vet politike, aspirant këtë ka pas. Të eliminonte Erion Velien, pas të eliminonte Edi Ramën. Ndërkohë Edi Ramën u tregua me zoti, e eliminoi aktualisht. Pra Belinda Balluku është një kufon politike që ka marrë fund. Jo Fierin drejtoi ajo, po drejtoi edhe 3 herë sa Fieri, ajo nuk vlen me politikisht. Do ngele atje me Zegjinen, e me Zegjinerat, edhe do bëj talala duke bredhur për Fier, fshat në fshat dhe në fund fare çfarë do arri, pra ka vdekur. Kur ne jemi në një situatë të tillë, ajo që na shqetëson, që shqetëson ndërkombëtarët, ajo që shqetëson opinionin publik, është presioni i Edi Ramës ndaj drejtësisë. Ku e gjen guximin ky njeri? Që një lloj si banditët, një lloj si kriminalët që ky fliste, që është në videot e Gysa Gasit atje, që i kanë spak. Ky njeri i cili bashkëpunonte me krimin organizuar fliste face to face. Ky njeri bën rolin e kriminalit publik dhe kërcënon prokurorët e spak. E di që nuk i kanë pushuar lotët e familjes së Dritan Premçit nga kërcënimet e këtyre banditëve. Pra kjo është situata sot, që banditi me votat të vjedhura, banditi me bandat e krimit që bleu çdo votë shqiptar sot i thotë vetë kryeministër, kërcënon drejtësinë. Un jam kritik ndaj drejtësisë. Dhe drejtësia ka gabimet e veta. Dhe individ brenda të shantazhuar ka. Se aty ka prokuror, të cilët i kontrollon Edi Rama janë takuar me Gysa Gasti, janë me video spak. Se si dim ne këto? Apo gjyqtar. Pra ky njeri kontrollon segmentet e drejtësisë, por ky njeri kur nuk mund bëhet pengesë për reformën drejtësi. Ky njeri duhet ikë dhe do ikë se s'bën, nuk ka ky asgjë që shpëton. Pra nuk bëhet fjalë për Belinda Balluku, por ky e mban tymnajën që njerëzit merren me Balluku. Balluku ka vdekur, tani do merrem me këtë. Është rradha që të iki ky zotria. Pra në këtë situatë që jemi ne, Edi Rama nuk ka asnjë lloj shansi që jetë gjatësinë e vet politike ta mbaj duke mbajtur në shtëpi një kufom si Belinda Balluku dhe të vinë njerëzit ta qajnë nëpër studio si e drejt e pa drejt, se disa e mbrojnë pa turpsisht, ndërkohë që është kjo hajdutja që çfarë se ka bërë këtij vendi. Përmendni fjalimin e parë, jo mos më ndërpre. Po. Në pjesën e parë të fjalimit që bajti 80 minuta përballë gazetarëve kur dorëzoi detyrën e Jo, përballë në takimin që kishte me e kishte për Ramën këtë. Po pra, për Ramën po flas. Në takimin që pati me grup parlamentar, Rama në pjesën e parë bëri rezume punëve të mira Belinda Ballukut. Tani unë t'i rendis ty drejtori për drejtori. T'i rendis institucion për institucion, që ka qenë varësit Ballukut apo kontrolluar prej saj. Janë institucione të cilat kanë një mal me afera korruptive, me emër mbi emër. Ceno Klosi, ish drejtori i tatimeve, deputet sot, akuzohet për 30 milion euro abuzime. E di Edi Rama këto? Që ky njeri ka abuzuar me vllajën e vet, e mori një resort te Kodra e Diellit nga 600.000 euro ja shiti për 12.000 euro. E di që është abuzuar 30 milion euro ky Ceno Klosi. Ky njeri që hapte luftë e medjave. Klevis Jahaj, ish drejtori Akum, deputet i Fierit sot, 100 milion euro abuzime me ujësielsa që s'ka ujë për fshatra sot. Ja kjo është janë njerëz të Ballukut që thoshte kemi bërë neve pa dalë infrastruktura, te vepra e infrastruktura. Tani do kalojmë tek energjetika. Blendian Dalipi, drejtori i OSSH-s, i ka dhënë babait vet 30 milion euro tendera. Ish drejtori i OSSH, Skerdi Drenova, miliona euro tendera. Këto janë punët e mira të Belinda Ballukut. Ku janë paratë e Belinda Ballukut? Ja po tek këta zarat e Belinda Ballukut, tek këta hajdutët e vegjël. Këta janë ata të cilët e kontrollojnë këtë vend. Pastaj po flas për Ardian Çelën me shok, që kush ka qenë OSHE. Duhet hetoj urgjentisht energjetikën, OST, OSHE. Vidhen miliona euro abuzime me tendera. Është e njëjta dosje si Akshi. Pastaj s'po kaloi sot për hajdutin që ka atje në Patos. Ato vlonjatin Eltar Dedaj, miliona euro tendera në Alpetrol zonjë, vidhet pasuritë e shqiptarëve. E dërguat Alpetroli në stat? Pra, Alpetrol jam duke mbledhur gjitha faktet. Pra, ky hajdut i vogël i Belinda Ballukut atje në kryet Alpetrolit, që ne kemi pasurinë kombëtare që kanë mbajtur me breza, se unë vi nga një familje naftëtarësh. Gjyshi im, të afërmit e mi, xhexhallarët e mi, gjithë farefisi im ka punuar në naftë. Dhe mua më dhimbse ai sektor atje. Ato pustet e Marinzës, të Patosit, që sot vidhen nga një bandë e drejtuar nga ky Eltar Dedaj, miliona euro. I di kryeministri këto? I di pra, por hesht. Pse hesht? Sepse Balluku e mban peng.